Rreshjet e dendura të shiut që ra në fillim të javës kanë shkaktuar vërshime edhe në rajone më gjerë. Situatë kritike është paraqitur në Shqipëri, ku qytetet më të goditura janë Gjirokastra dhe Durrësi. Vërshimet kanë shkaktuar dëme në biznese, shtëpi e automjete. Sipas autoriteteve në Shqipëri, të paktën 800 banesa janë përmbytur në Durrës, e mbi 300 persona janë detyruar të evakuohen. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu tha se ekipet në terren po punojnë pa ndalur. Në zonën e Durrësit, mbi 300 banor janë trajtuar në kohë rekorde me akomodem, ushqim dhe kujdes shëndetësor në ambientet e kovaleshencës së Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Brendshme, teksa ekipet e bashkisë të emergjencave civile dhe forcat e armatosura vijojnë punën për normalizimin e situatës në disa zona të qytetit, bashkë dhe gati me çdo familje shqiptare në përballimin e pasojave të 48 orëve rreshje intenzive. Disa fshatra të bashkësisë së Kukësit mbeten të bllokuara si pasojë e motit të keq dhe rrëshqitjeve masive të dhejut. Rrëshqitjet e dhejut bllokuan për disa orë edhe aksin rrugor Gjirokastër-Tepelin. E moti i lig po mbretëron edhe në Evropë. Bora, akulli dhe temperaturat e ulta kanë shkaktuar kaos në disa shtete, teksa deri më tani 6 persona janë konfirmuar të vdekur. Aeroporti Schiphol i Amsterdamit, një nga më të mëdhenjt në Evropë, ka njoftuar se të paktën 700 fluturime janë anuluar për shkak të borës dhe erës. Më shumë se 1000 njerëz e kaluan natën në Schiphol kanë bërë të ditur nga aeroporti të mërkurën. Rreth 100 fluturime janë anuluar edhe në aeroportin Charles de Gaulle të Parisit të mërkurën në mëngjes për shkak të rreshjeve të borës dhe të ftoftit të madh. Kurse 40 të tjera në Ols, aeroportin tjetër të kryeqytetit francez, kanë bërë të ditur Ministria e Transportit e Francës. Shërbimet publike të autobusëve në Paris dhe në zonat përreth janë pezulluar për shkak të rrugëve me akull, derisa shumica e sistemeve të metros po funksionojnë.